Bashkimi Evropian po shqyrton rivendosjen e masave të krizës energjetike që përdori në vitin 2022, kur Rusia uli furnizimet me gaz për të adresuar çrregullimin e vazhdueshëm në tregjet e energjisë të shkaktuar nga lufta me Iranin, tha shefi i energjisë i bllokut. Duke folur pas një takimi virtual të ministrave të energjisë të vendeve të Bashkimit Evropian për të diskutuar përgjigjen e tyre, komisioneri tha se planet përfshinin propozime për të frenuar tarifat e rrjetit dhe taksat mbi energjinë elektrike. Nuk e dim se sa do të zgjasë kjo krizë dhe meqense nuk e dim se sa e thellë do të jetë, po përgatisim gjithashtu masa të ndryshme që ngjajnë më shumë me ato që përdorëm gjatë krizës në vitin 2022, tha ai. Bashkimi Evropian prezantoi një sër politikash emergjente në vitin 2022, pasi Rusia uli furnizimet me gaz pas pushtimit të plotë të Ukrainës. Ato përfshinin një kufizim në të gjithë Bashkimin Evropian për çmimet e gazit, një taks mbi fitimet e papritura të kompanive të energjisë dhe objektiva për të frenuar kërkesën për gaz. Jurgensen tha se lufta në Iran mund të shkaktojë probleme të zgjatura në tregjet e energjisë. Edhe nëse nesër do të kishte paqe, do të ketë pasoja, sepse infrastruktura energjetike në rajon është shkatëruar nga lufta, u tha ai gazetarëve pas takimit të ministrave të Bashkimit Evropian. Varësia e madhe e Evropës nga karburanti importuar e lë atë të ekspozuar ndaj ndikimit të konfliktit në lindjen e mesme në çmimet globale të energjisë. Çmimet e gazit evropian janë rritur me më shumë se 70% që nga fillimi i luftës SBA-Izrael me Iranin më 28 shkurt. Furnizimet e bllokut me naftë të papërpunuar dhe gaz natyror nuk janë goditur drejt për drejt nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit, pasi Evropa importon shumicën e këtyre burimeve të energjisë nga furnizues jashtëlindjes së mesme.